Mirëmëngjesi, sërish në këtë fundjavë. Dita është pak më e freskët, ka rënë dëbor. U rikthye sërish dimri. Por sot do të flasim për dimrin shpirtëror, apo jo? Por le ta kthejmë këtë dimër shpirtëror edhe pak më të ngrohtë. Si për shembull, nëse jeni aty dhe po kujdeseni për familjarin tuaj, ja se si mund ta zbukuroni pak ditën e tyre, por edhe tuajën, duke i shërbyer në një mënyrë krejt të veçantë. Si do t'ja ndryshoni vetes tuaj? Do thoni, po kjo prap punë. Në momentin që ju do shikoni buzëqeshjen, rehatin të personi që po kujdeseni, atëherë do t'ju lehtësoj dhe juve. Dhe e kuptoj shumë drejt çfarë do të thotë të kujdesesh 24 orë për një person me vështirësi të ndryshme dhe ju duhet jeni prezent aty. Dërojni një masazh të lehtë te këmbët, te duart, te koka, dhe shikoni se si do reagoj. Mund t'i lani pak këmbët me ujë të ngrohtë. Shpeshherë disa njerëz e kanë pak frik ujin, po e kanë frik te koka. Kështu që mos keni merak për këtë pjesë, kur i dhuroni shplarje të lehta dhe të vogla te duart apo te këmbët. Vështirësinë ata e kanë nëse bëjnë një dush të plot dhe hidhet ujë në kokë, dhe kur mbulohet fytyra, shpeshherë ata kanë reagime të ndryshme, jo pozitive, kuptohet, dhe është shumë e vështirë për familjarin. Tani kanë dalë mundësi të ndryshme, njerëzit marrin infermier apo persona që din ta bëjnë një gjë të tillë, profesionist, por nëse jeni ju ata që dëshironi ta bëni apo nuk keni mundësi për të paguar këta persona, gjithmonë përpiquni t'i përshtateni nevojave. Pra, ato javët e para studiojeni pak dhe gjejeni momentin e dur. Është si punë e fëmijëve. Momentin që nuk duan diçka, ti duhet gjesh një mënyrë. Nuk është e lehtë, sepse truri i tyre nuk percepton njësoj si fëmia, pra që mund të luash pak me një lodër apo një buzëqeshje, një shaka, por gjithsesi, nëse ju tregojeni pak të vëmendshëm, mund t'ja lehtësoni ashtu si personave, ashtu se dhe vetes tuaj. Sepse është e dimshme ta shikosh se si njeriu yt vazhdon akoma dhe është në mundime sipër. Dhe kur them mundime sipër, pra ata kanë frikë ujin, bërtasin, duan të largohen nga kjo situata, dhe nuk është e lehtë që dhe fizikisht ju t'jeni aty për të kujdesur për ta. Kështu që ju sugjeroj me shumë ngadalë, dërojini pra këto banjot e vogla të lehta, do të shikoni që dhe ata do të qetësojnë dhe ju do të ndjeni më të lehtësuar edhe shpirtërisht. Me gjithë zemër ju uroj që ta keni sa më të lehtë dhe një fundjavë sa më të qetë.